Gjykata e posaçme ka urdhëruar SPAK të hetojë deputetin e Partisë Demokratike, Arjan Doj. Gjyqtari Erion Çela ktheu aktet në SPAK dhe kërkon hetimin mbi 2 vepra penale, pastrim parash dhe fshehje apo mosdeklarim pasurie. Ish prokurori ishte nën hetim për pastrim parash dhe fshehje pasurie nga Prokuroria e Tiranës që prej vitit 2023, por Doja u bë deputet nga zgjedhjet parlamentare të 11 majit dhe Prokuroria e Tiranës i është drejtuar gjykatës së shkallës së parë Tiranë që të pushoj çështjen. Gjyqtari Erion Çela pasi mori në shqyrtim çështjen penale me objekt pushimin e hetimeve në lidhje me procedimin 1804 të vitit 2023, ardhur për kompetencë lëndore nga Gjykata e shkallës së parë Tiranë, pasi konstatoi pavlefshmërinë absolute të kërkesës për pushimin e hetimeve, vendosi të kthej aktet pranë SPAK, duke urdhëruar që të regjistrojë procedim penal dhe të nisë hetimet.